Duhet me mësu që në veçli vajzën, me veshje islame, jo me rroba të ngushta. Shikoni, shumica e vëllezërve musliman lidhje me vajzat që i kanë 10 vjeç, janë kundërshtim me ligjet e Zotit. Fëmijët se çon djalin me fal namazin dhe vajzën në sabah, thotë më vjen keq. Më vjen keq se është i vogël. Thënë gjumë se është i vogël, s'është kështu. Ti nuk je më i mëshirshëm me robën se Allahu. Mëshirë është me e çu të falë fëmija sabahun, me e marrë djalin të falë sabahun në xhami. Arriti 7 vjeç fëmija ta marrësh në xhami, ta mësosh me namazin. Kjo ligj i Zotit. Profeti ka thënë, urdhërojini fëmijët kur nuhin 7 vjeç falin namaz. Subhanallahu, thotë qafiri, mos e impono, mos e detyro. Po atje në shkollë, fillojnë dhe i mbrymosin idetë e kufrit që 7 vjeç, që në 7 vjeç po të hapësh librat e tyre, i brymosin me fejnë e tyre, se feja është edhe ateizmi, edhe darwinizmi është feja e shejtanit. I jep drejt vetë qafiri vetes. Vërtitën tekstet muslimore rreth brymosjes fëmijës me idetë e këqija, me devijime dhe pjesëlluqet. Kurse neves na japin drejt të këshillojmë dhe të mësojmë fëmijët që në veçli. Edhe dalën nga nxarë me të madhe janë për media që s'duhet me imponu vajzën, s'duhet me avu shamin ndërsa të marrin shkollën e mesme që të ketë drejt zgjedhje. E di çfarë duhet me thonë me këto? Se unë u them shkurt. Edhe unë çuditem gjithë ata sa njerëz që pretendojnë se brojnë Islamin dhe dalin në media. Pse nuk u thon kaq gjë? Që ti pse ke drejt, ti pse imponon që mos vënë shami dhe unë s'kam drejt ta urdhëroj që të vënë shami? Pse çoka e drejt që të lihet derisa të marrë shkollën e mesme pa shami? Po ta marrim ndryshe. Po e marrim me shami derisa të marrë shkollën e mesme, e kur të marrën mesën zgjedh, ose me shami ose pa shami. Domethënë lakurisia sipas tyre është e drejtë. Kurse mulesa duhet vënë zgjedh më pas. Domethënë e shohim me syzet e tyre, domethënë. Syzet e tyre shohin shtremet. Edhe do që edhe ne shohin si të shohin ata. Allahu musta'an.